vazhdo të më ndjekësh, biri im. Sigurisht, nuk ekziston asnjë mënyrë që të mos jeni ajo që jeni dhe kush ju jeni. Ju thjesht jeni ai shpirt i pastër dhe krijues. Keni qenë gjithmonë dhe do të jeni gjithmonë. Pra, ju keni bërë gjën më të mirë. I keni lejuar vetes të harroni se kush jeni në të vërtetë. Teksa po hyni në universin fizik, ju hoqët nga mendja kujtesën për veten. Pra, hoqët dorë të kujtoni se kush jeni. Edhe kjo ju lejon të zgjidhni të jeni ajo që ju jeni, në vend që thjesht të zgjojeni brenda grackës, siç mund të thuhet. Është në aktin e zgjedhjes për të qenë, në vend që thjesht të thuhet që je një pjesë e Zotit. Ju e njihni veten si qenie me përzgjedhje të plotë, që është ajo që sipas definicionit do të thotë Zot. Pra, është Zoti. Megjithatë, si mund të kesh një zgjidhje për diçka për të cilën nuk ka zgjidhje? Ju nuk mund të mos jeni pasardhësit e mi, sado që të mundoheni. Por mund të harroni këtë. Ju jeni, keni qenë dhe do të jeni gjithmonë një pjesë hynore e tërësisë hynore. Një pjesë e trupit. Kjo është arsyeja sepse akti i ribashkimit me të gjithë, i kthimit tek Zoti, quhet përkujtim, kujtesë. Në fakt, ju zgjidhni të rikujtoheni kush ju jeni në të vërtetë, ose të bashkoheni me pjesët e ndryshme të vetes tuaj. Dhe këtë e bëni për të përjetuar tërësinë tuaj, e cila në të vërtetë është tërësia ime. Prandaj, puna juaj në tokë nuk është të mësoni, sepse tashmë e dini, por puna juaj në tokë është të rikujtoni. Pra, të rikujtoni se kush jeni dhe t'ua kujtoni edhe të tjerëve, në mënyrë që edhe ata të mund ta rikujtojnë gjithashtu. Të gjithë mësuesit e mrekullueshëm shpirtëror kanë bërë pikërisht këtë gjë. Ky është qëllimi juaj i vetëm. Do me thënë, ky është qëllimi i shpirtit tuaj. Zoti im, kjo është kaq e thjeshtë edhe kështu simetrike. Dua të them, gjithçka përputhet, gjithçka papritur përshtatet. Dhe unë tani po e shoh atë fotografi që nuk e kam kompletuar kurrë më parë. Mirë. Është shumë mirë. Ky është qëllimi i këtij dialogu. Ti më kërkove përgjigje, edhe unë të premtova se do të t'i jepja. Ti do ta bësh këtë dialog një libër, dhe do t'i bësh fjalët e mia të aksesueshme dhe të kuptueshme për shumë njerëz. Kjo është pjesë e punës tënde. Tani, ke shumë pyetje. Ke shumë për të mësuar rreth jetës. Këtu kemi vendosur themelin. Kemi shtruar bazën për kuptime të tjera. Le të kalojmë tani tek pyetjet e tjera. Dhe mos u shqetëso. Nëse ka diçka në lidhje me atë që sapo kaluam dhe ti nuk e kupton plotësisht, gjithçka
së shpejti do të bëhet e qartë për ty. Ka kaq shumë që dua të pyes. Kam kaq shumë pyetje. Mendoj se duhet të filloj me ato më të mëdhat, me ato më të dukshmet. Si për shembull, pse bota është e tillë në këtë mënyrë, në këtë formë në të cilën është? Nga të gjitha pyetjet që njeriu i ka bërë Zotit, kjo është ajo që kërkohet më shpesh. Që nga fillimi i kohës, njeriu e ka bërë këtë pyetje. Që nga momenti i parë, e deri në këtë moment, ju keni dashur të dini se pse duhet të jetë kështu. Forma klasike e kësaj pyetje zakonisht është diçka si: nëse Zoti është i përsosur dhe i dashur, pse Zoti krijoi viruset dhe urinë, luftën dhe sëmundjet, tërmetet dhe tornado, uragan dhe çdo lloj katastrofe natyrore, zhgënjim të thellë personal dhe fatkeqësi të mëdha në nivelin botror? Përgjigjja ndaj kësaj pyetje qëndron në misterin më të thellë të universit dhe në kuptimin më të lartë të jetës. Unë nuk e shfaq mirësinë time duke krijuar vetëm atë që ju e quani përsosmëri rreth jush. Unë nuk e demonstroj dashurinë time duke mos ju lejuar juve të demonstroni tuajën. Siç e kam shpjeguar tashmë, ju nuk mund të shprehni dhe as nuk mund të demonstroni dashuri derisa të mund të shprehni apo të demonstroni mungesën e saj. Një gjë nuk mund të ekzistojë pa të kundërtën e saj, përveç se në botën e të pandryshueshmes, të absolutes. Megjithatë, mbretëria e absolutes nuk ishte mjaftueshme për asnjërin prej nesh. Pra, as për ty dhe as për mua. Unë kam ekzistuar aty në përjetësi. Kam ekzistuar në gjithçka që është. Dhe prej aty, gjithashtu, keni ardhur edhe ju. Në absolut nuk ka përvojë, vetëm dije. Dituria. Të diturit është një gjendje hynore. Megjithatë, gëzimi më i madh është tek ekzistenca. Është në qenie. Të qenit arrihet vetëm pas përvojës. Ky është evolucioni. Zhvillimi. Të njohësh, të përjetosh, të jesh. Ky është Triniteti i Shenjtë. Pra, trinjësitë përbërëse të Zotit. Zoti Ati është Dia, prindi i të gjitha njohurive, krijuesi i të gjitha përvojave, sepse nuk mund të përjetosh atë që nuk e njeh. Zoti Biri është përvoja, mishërimi, akti i shfaqjes që gjithçkaje që Ati e di për vetveten, sepse nuk mund të jesh ajo që nuk e ke përjetuar. Zoti Shpirti i Shenjtë është qenia, ekzistenca, çmishërimi, lirimi nga trupi i gjithçkaje që Biri ka përjetuar në vetvete. Thjeshtësia, ekzistenca sublime, është e mundur vetëm përmes kujtesës. Pra, të kujtuarit, të njohurive dhe përjetimit. Kjo përvojë është lumturi. Është gjendja hynore
pas njohjes dhe përjetimit të vetvetes. Është ajo për të cilën Zoti ka dëshiruar në fillim. Sigurisht, tashmë i e shumë përtej. Pra, e ke kaluar atë fazë ku duhet të shpjegoj se përshkrimet atë, birë, për Zotin nuk kanë të bëjnë as pak me gjinin. Unë këtu po përdor vetëm përshkrimin figurativ të shkrimeve tuaja më të fundit. Shkrimet e shenjta, shumë më të hershme, e vendosin këtë metaforë në një kontekst nën-bi. Asnjëra nuk është e saktë. Mendja juaj mund ta kuptoj më mirë këtë marrëdhënie si prind pasardhës, ose ajo që krijon dhe ajo që është krijuar. Shtimi i pjesës së tretë të Trinitetit krijon këtë marrëdhënie. Ajo që krijon, ajo që është krijuar dhe ajo që është. Ky realitet trinor është në shkrimi i Zotit. Është modeli hynor 3 në 1, që gjendet kudo në fushat e së shenjtës. Pra, në dimensionin madhështor. Nuk mund t'i shpëtosh kësaj. Nuk mund t'i shmangesh në çështjet që lidhen me kohën dhe hapësirën, me Zotin dhe ndërgjegjen, ose në ndonjë nga marrëdhëniet sublime. Nga ana tjetër, nuk do ta gjesh të vërtetën trinore në marrëdhëniet e thjeshta apo në ato të mëdha të jetës. E vërteta trinore, pra, ajo e bashkimit të tri parimeve, në marrëdhëniet e jetës, njihet nga kushdo që merret me këto marrëdhënie. Disa nga fet, nga religionet tuaja, e kanë përshkruar të vërtetën trinore si Atë, Birë dhe Shpirti i Shenjtë. Disa prej psikologëve apo psikiatrëve tuaj përdorin termat si mbi ndërgjegje, në ndërgjegje dhe ndërgjegje. Disa prej spiritualistëve tuaj thonë mendje, trup dhe shpirt. Disa prej shkencëtarëve shohin energji, materie dhe eter. Disa prej filozofëve tuaj thonë një gjë nuk është e vërtetë për ju derisa të jetë e vërtetë në mendime, fjalë dhe vepra. Kur flisni për kohën, ju përmendni vetëm 3 kohë: e shkuara, e tashmja dhe e ardhmja. Në mënyrë të ngjashme, ka 3 momente në perceptimin tuaj: para, tani dhe pas. Për sa i përket marrëdhënieve hapësinore, qoftë duke konsideruar pikat në univers, qoftë pika të ndryshme në dhomën tuaj, ju njihni këtu, atje dhe hapësira midis tyre, pra hapësira në mes. Në çështjet e marrëdhënieve të thjeshta, ju nuk njihni asnjë midis, pra asnjë mes. Kjo sepse këto marrëdhënie janë gjithmonë ndryshe, ndërsa marrëdhëniet në dimensionet më të larta janë gjithmonë treshe. Prandaj ekziston e majta dhe e djathta, lart dhe poshtë, e madhja dhe e vogla, e shpejtë dhe ngadalt, e nxehtë dhe e ftohtë. Dhe dyshja më e madhe e krijuar ndonjëherë është ajo mashkull, femër. Në këto dualizma nuk ekziston asgjë në mes. Është ose njëra ose tjetra. Ose një version më i lartë, ose një version më i ulët në lidhje me një nga këto polaritete. Brenda fushës së këtyre marrëdhënieve, nuk është e mundur që të ekzistojë asgjë pa të kundërtën e saj.
pjesa më e madhe e përvojave tuaja të përditshme bazohet në këtë realitet. Ndërsa, brënda fushës së marrëdhënieve sublime, pra të dimensioneve më të larta, asgjë që ekziston nuk ka të kundërt. Gjithçka është një. Edhe gjithçka përparon nga njëra tek tjetra në një rreth të pafund. Koha është një fushë, një mbretëri kaq sublime. Është një dimension kaq i lartë ku ajo që ju e quani e kaluar, e tashme dhe e ardhme ekziston në marrëdhënie ndërmjet tyre. Pra, ato nuk janë të kundërta, por janë më shumë pjesë të së njëjtës tërësi, përparime të njëjtës ide, cikle të njëjtës energji, aspekte të njëjtës së vërtet të pandryshueshme. Nëse arrini në përfundimin se e kaluara, e tashmja dhe e ardhmja ekzistojnë në të njëjtën kohë, keni të drejtë. Megjithatë, tani nuk është momenti për të diskutuar për këtë. Mund të hymë në shumë më tepër detaje ku të eksplorojmë konceptin e tërësishëm të kohës, gjë që do ta bëjmë pak më vonë. Bota është ashtu siç është, sepse nuk mund të ishte ndryshe. Pra, të ishte në një formë tjetër dhe të ekzistonte ende në sferën e rëndë të fizikut. Tërmetet dhe uraganët, përmbytjet dhe tornadot, dhe ngjarjet që ju i quani katastrofa natyrore, nuk janë veç se lëvizje të elementeve nga njëri polaritet në tjetrin. I gjithë cikli lindje-vdekje është pjesë e kësaj lëvizjeje. Këto janë ritmet e jetës, dhe çdo gjë në këtë realitet ju nënshtrohet atyre, sepse vetë jeta është një ritëm. Është një val, një dridhje, një pulsim në zemër të gjithçkaje që është. Sëmundja dhe pafuqia janë të kundërta të shëndetit dhe mirëqenies, dhe bëhen të dukshme në realitetin tuaj me urdhrin tuaj. Nuk mund të sëmureni dhe të mos e keni shkaktuar vetë ju në ndonjë mënyrë gjendjen tuaj. Edhe mund të jesh përsëri mirë në një moment që ti vetë e vendos që thjesht të jesh mirë. Zhgënjimet e thella personale janë përgjigje të cilat zgjidhen, ndërsa fatkeqësitë mbarbotërore janë rezultat i ndërgjegjes mbarbotërore, pra i vetëdijes mbarbotërore. Pyetja juaj supozon se unë i kam zgjedhur këtë ngjarje, se është vullneti dhe dëshira ime që këto ngjarje duhet të ndodhin. Megjithatë, unë nuk dua që këto gjëra të ekzistojnë. Pra, nuk jam unë shkaktari i këtyre. Unë thjesht po ju shikoj dhe po ju vëzhgoj juve se si ju veproni dhe se si ju i bëni gjërat. Dhe unë nuk bëj asgjë për t'i ndaluar ato. Sepse, po ta bëja këtë, do të thotë se po pengoj vullnetin tuaj. Kjo, nga ana tjetër, do t'ju privonte nga përvoja e Zotit, e cila është përvoja që ju dhe unë kemi zgjedhur së bashku. Pra, për këtë arsye, mos i dënoni të gjitha ato gjëra që do t'i quani të këqija në këtë botë. Përkundrazi, në vend të kësaj, pyeteni veten. Çfarë keni gjykuar si të keqe në këtë rast? Dhe, nëse ka diçka që dëshiron ta bëni për të ndryshuar këtë,
Çfarë është ajo? Kërkoni brenda vetes dhe jo jashtë saj. Kërkoni duke pyetur: cilën pjesë të vetvetes dua të përjetoj tani përballë kësaj fatkeqësie? Cilin aspekt të qenies sime zgjedh të therras? Sepse e gjithë jeta ekziston si një mjet i krijimit tuaj, edhe të gjitha ngjarjet e saj shfaqen thjesht si mundësi për ju që të vendosni dhe të jeni ata që jeni. Kjo është e vërtet për çdo shpirt. Dhe kështu ju shihni se nuk ka viktima në univers, vetëm krijues. Të gjithë mjeshtrit dhe mësuesit të cilët kanë ecur në këtë planet e dinin këtë. Ja sepse, pavarësisht se cilin mësues mund të përmendni, askush prej tyre nuk e imagjinonte veten të viktimizohej. Ndonse shumë prej tyre u kryqëzuan dhe u vranë vërtet. Çdo shpirt është mësues. Edhe pse disa nuk e kujtojnë origjinën, prejardhjen ose trashëgimin e tyre. Megjithatë, secili prej jush në çdo moment tani krijon situatën dhe rrethanat për qëllimin e tij më të lartë dhe për kujtesën e tij më të shpejtë. Pra, mos e gjykoni rrugën karmike që ndjek një tjetër. Mos t'lakmoni suksesin e tjetrit. Edhe as mos kini keqardhje për dështimin. Sepse nuk e dini se çfarë është sukses apo dështim në vlerësimin e shpirtit. Mos e quaj një gjë fatkeqësi, as ngjarje të gëzueshme, derisa të kuptoni dhe të mësoni se çfarë rrjet nga ajo. Sepse, a është një vdekje fatkeqësi nëse shpëton mira jetë? Edhe, a është një jetë një ngjarje e gëzueshme nëse ka sjell vetëm hidhërim dhe vuajtje? E megjithatë, as këto nuk duhet të gjykohen. Por, gjithmonë ndiqni mendimin tuaj, edhe lejoni të tjerët të ndjekin të tyret. Kjo nuk do të thotë të shpërfillni thirrjen për ndihmë. As thirrjen apo nxitjen e shpirtit për të punuar drejt ndryshimit të ndonjë rrethane apo gjendjeje. Kjo do të thotë të shmangni etiketat dhe gjykimin, ndërkohë që bëni gjithçka që ju bëni. Sepse çdo rrethan është një dhuratë, edhe në çdo përvojë fshihet një thesar. Pra, në çdo përvojë ka një bekim të fshehur. Dikur ishte një shpirt që e dinte veten të ishte dritë. Ky ishte një shpirt i ri, dhe kështu, i jetur për përvojë, thoshte: unë jam drita, unë jam drita. Por, megjithatë, e gjithë dia, e gjithë njohuria për të dhe për të gjitha tregimet, nuk mund të zëvendësonin përvojën e saj. Dhe në mbretërinë nga e cila kishte dalë ky shpirt, pra, andej nga vinte ky shpirt, nuk kishte gjë tjetër veç se dritë. Çdo shpirt ishte i madhërishëm. Çdo shpirt ishte i mrekullueshëm. Edhe çdo shpirt ndriçonte me shkëlqimin e jashtëzakonshëm të dritës sime hynore. Edhe kështu, shpirti i vogël për të cilin bëhet fjalë ishte si një qiri, si një llampë në mes të diellit. Në mes të dritës më madhështore, pjesë e së cilës ishte, ai nuk mund ta shihte veten, dhe as ta përjetonte veten si ajo që realisht ishte. Pra, si ajo se kush edhe çfarë ishte në të vërtetë. Atëherë, ndodhi që ky shpirt dëshironte pa mas që të njihte veten.
dhe dëshira e tij ishte aq e madhe sa një ditë unë i thash: "A e di vogëlush? A e di se çfarë duhet të bësh për të përmbushur këtë dëshirë tënde?" "O, çfarë zot? Çfarë? Do të bëj gjithçka," tha shpirti i vogël. "Ajo që duhet të bësh është të ndahesh nga pjesa tjetër. Duhet të ndahesh prej nesh," u përgjigja unë. "Dhe pastaj duhet të therrasësh mbi veten tënde errësirën." "Çfarë është errësira, o i shenjtë?" më pyeti shpirti i vogël. "Ajo që ti nuk je," ju përgjigja, dhe shpirti më kuptoi. Dhe kështu bëri shpirti, duke u larguar nga të gjithë, por duke shkuar në një mbretëri tjetër. Edhe në këtë mbretëri, shpirti kishte fuqinë të rriste në përvojën e tij lloj-lloj errësirash. Dhe e bëri këtë. Megjithatë, në mes të gjithë asaj errësire të plot përtiti: "O Atë! O Atë! Pse më braktise?" Ashtu siç bëni edhe ju të gjithë në kohët tuaja më të vështira dhe më të errta. Megjithatë, unë nuk ju kam braktisur kurrë, por qëndroj gjithmonë pranë jush, i gatshëm për t'ju kujtuar se kush jeni në të vërtetë. Gati, gjithmonë gati që t'ju therras për në shtëpi. Prandaj, bëhuni dritë për errësirën dhe mos e mallkoni atë. Edhe mos harroni se kush jeni në momentin kur ju rrethon ajo që nuk jeni. Por lavdëroni krijimin dhe teksa jeni duke u përpjekur të ndryshoni. Edhe dijeni se ajo që bëni në kohën e provës më të madhe mund të bëhet triumfi juaj më i madh. Sepse përvoja që krijoni është një deklaratë e asaj se kush jeni dhe kush dëshironi të bëheni. Ta tregova këtë histori, parabolën e shpirtit të vogël dhe diellit, që të mund ta kuptosh më mirë se pse bota është ashtu siç është, dhe se si mund të ndryshojë në çastin kur çdo njeri kujton të vërtetën hynore të realitetit të tij më të lartë. Tani, ka nga ata që thonë se jeta është një shkollë, dhe se gjërat që ju vëzhgoni dhe përjetoni janë për të mësuar dhe janë dedikuar për rritjen tuaj. E kam trajtuar edhe më parë këtë, por po ju a them përsëri. Nuk keni ardhur në këtë jetë për të mësuar. Ju duhet vetëm të demonstroni. Pra, vetëm keni për të treguar atë që tashmë ju e dini. Nëpërmjet këtij demonstrimi, ju do ta shpalosni atë detyri. Do të veproni dhe do të rikrijoni veten sërish përmes përvojës suaj. Në këtë mënyrë, ju e justifikoni jetën dhe i jepni asaj qëllim. Në këtë mënyrë e bën atë të shenjtë. Po thua se të gjitha gjërat e këqija që ndodhin janë gjëra të zgjedhjes sonë? A do të thuash se edhe fatkeqësitë dhe katastrofat e botës në një farë niveli janë të krijuara nga ne në mënyrë që të përjetojmë të kundërtën e asaj që jemi? Edhe nëse po, a nuk ka ndonjë mënyrë më pak të dhimbshme për veten dhe për të tjerët për të krijuar mundësi që të përjetojmë veten? Më ke bërë disa pyetje, dhe ato janë të gjitha të mira. Le t'i marrim një nga një. Jo të gjitha gjërat që ju ndodhin, që ju i quani të këqija, i keni zgjedhur vetë. Jo në kuptimin e vetëdijshëm, ashtu si po mendon ti. Ato
janë të gjitha nga vetë krijimi juaj. Ju jeni gjithmonë në procesin e krijimit. Çdo moment, çdo minutë dhe çdo ditë. Si mund të krijoni? Për këtë, do të flasim më vonë. Tani për tani, thjesht prano dhe beso fjalën time. Ti je një makinë e madhe krijimi. Të gjithë ju jeni makina të mëdha krijimi. Dhe po manifestoni një realitet të ri aq shpejt sa mund të mendoni. Ngjarjet, dukurit, ndodhit, kushtet dhe rrethanat, të gjitha krijojnë nga vetëdia. Vetëdia individuale është mjaft e fuqishme. Mund të imagjinosh se çfarë lloji energjie krijuese çlirohet kur 2 ose më shumë mblidhen në emrin tim. Atëherë, po vetëdia kolektive? Ajo është aq e fuqishme sa mund të krijojë ngjarje dhe rrethana me rëndësi botërore dhe me pasoja planetare. Nuk do të ishte saktë të thuhej, jo në atë mënyrë se si ti e kupton, pra se ju po i zgjidhni këto pasoja. Ju nuk jeni duke zgjedhur asgjë më shumë se sa, ashtu sikurse unë, ju thjesht po i vëzhgoni. Dhe ju po vendosni se kush jeni në lidhje me to. Megjithatë, në botë nuk ka viktima, nuk ka as keqbërës, dhe as ti, dhe asnjëri nga ju nuk jeni viktim e zgjedhjeve të tjerëve. Në një farë mënyre, të gjithë ju keni krijuar atë që thoni se përçmoni, atë që thoni se urreni, dhe pasi e keni krijuar, e keni zgjedhur atë, por e keni harruar. Kjo është një mënyrë e avancuar të menduarit, të cilën të gjithë mësuesit e arrin herët ose vonë, sepse vetëm atëherë kur ata të pranojnë përgjegjësinë për gjithçka, ata mund të arrijnë fuqinë për të ndryshuar një pjesë të saj. Për sa kohë që vazhdon të mendosh se diku atje jashtë është dikush ose ka diçka që po ta shkakton këtë gjë ty, ti i heq vetes fuqinë për të bërë diçka në lidhje me të. Vetëm kur të thuash, unë e bëra këtë, pra kur të marrësh përgjegjësinë tek vetja jote, atëherë mund të gjesh forcën për ta ndryshuar. Është shumë më lehtë të ndryshosh atë që ti po bën, se sa të ndryshosh atë që po bën dikush tjetër. Hapi i parë për të ndryshuar diçka është që të kuptosh dhe ta pranosh se ti vetë e ke zgjedhur atë që të jetë ashtu siç është. Nëse nuk mund ta pranosh këtë në nivelin personal, pranoje përmes të kuptuarit se të gjithë jemi një. Kërko të krijosh ndryshimin, por jo sepse diçka është e gabuar, por sepse diçka nuk paraqet më kuptimin e saktë të asaj se kush je ti. Ka vetëm një arsye për të bërë diçka. Ti japësh universit një deklarat mbi atë se kush je ti. Duke e parë jetën në këtë mënyrë, ajo bëhet një proces i vetë krijimit. Ti e përdor jetën tënde për të krijuar veten si kush je dhe kush ke dashur gjithmonë të jesh. Po ashtu, ka vetëm një arsye për të ndaluar se bëri diçka. Dhe kjo arsye është sepse ajo nuk përfaqëson më
atë që dëshiron të jesh. Nuk të reflekton më. Nuk të përfaqëson më. Pra, nuk të rishfaq ashtu siç dëshiron të jesh. Nëse dëshiron të përfaqësohesh me saktësi, duhet të punosh për të ndryshuar gjithçka në jetën tënde, e cila nuk përshtatet me imazhin e vetes që dëshiron të projektosh në përjetësi. Në kuptimin më të gjerë, të gjitha gjërat e këqija, të cilat ndodhin, janë zgjedhjet të tuat. Gabimi nuk është në zgjedhjen e tyre, por në efektin e tyre si të këqija. Sepse, duke i quajtur të këqija, ti po e quan veten të keq, pasi ti veti ke krijuar ato. Këtë etiketim nuk mund ta pranosh. Prandaj, në vend që të etikosh veten si të keq, mohon krijimet e tua. Është pikërisht kjo pandershmëri intelektuale dhe shpirtërore që të lejon të pranosh një botë me kushtet që ka. Të gjithë ju, nëse do t'ju duhej që të pranonit ose edhe të ndjenit një ndjenjë të thellë të brendshme të përgjegjësisë personale për botën, ky vend do të ishte një vend krejtësisht ndryshe. Kjo do të ishte veçanërisht e vërtet nëse çdo kush do ta ndjente të njëjtën përgjegjësi. Fakti që kjo është kaq qartësisht e dukshme, është ajo që e bën njëkohësisht kaq të dhimbshme dhe kaq ironike. Fatkeqësitë natyrore të botës, tornadot dhe uraganët, vulkanët dhe përmbytjet, trazierat e saj fizike, nuk janë krijuar drejt për drejt nga ju. Ajo që ju keni krijuar është shkalla dhe mënyra se si këto ngjarje prekin jetën tuaj. Në univers ndodhin ngjarje të cilat as imagjinata më e shfrenuar nuk mund të pretendonte se i keni nxitur ose i keni krijuar ju. Këto ngjarje krijohen nga ndërgjegja, pra nga vetëdia e përbashkët e njerëzimit. E gjithë bota, duke bashkëkrijuar së bashku, prodhon këto përvoja. Në mënyrë individuale, ajo që secili prej jush bën, është që të kaloj përmes tyre, duke vendosur se çfarë kuptimi kanë për ju, nëse kanë ndonjë kuptim, dhe kush dhe çfarë jeni ju në raport me to. Kështu, ju krijoni në mënyrë kolektive dhe individuale jetën dhe kohët që po përjetoni. Dhe këtë e bëni me qëllimin e vetëm të evoluimit shpirtëror. Ti më ke pyetur nëse ka një mënyrë më pak të dhimbshme për të kaluar këtë proces. Dhe përgjigjja është po. Por, megjithatë, asgjë në përvojën tënde të jashtme nuk do të ndryshojë. Mënyra për të reduktuar dhimbjen që shoqëron përvojat dhe ngjarjet toksore, qoftë ato të tuat, qoftë ato të tjerëve, është që të ndryshosh mënyrën se si ti i sheh ato. Ju nuk mund të ndryshoni një ngjarje të jashtme, sepse ajo është krijuar nga shumë prej jush. Është krijuar nga ndërgjegja kolektive. Dhe ndërgjegja juaj individuale nuk është ende aq e zhvilluar sa të ndryshojë diçka që është krijuar kolektivisht. Prandaj ju duhet të ndryshoni përvojën tuaj të brendshme. Kjo është rruga drejt artit e të jetuarit të mjeshtërisë së jetës. Asgjë nuk është e dhimbshme në vetvete. Dhimbja është rezultat i një mendimi të gabuar. Ky është një gabim
në mënyrën e të menduarit. Një mjeshtër mund të bëjë që edhe dhimbja më e rëndë të zhduket. Në këtë mënyrë, mjeshtri shëron. Dhimbja është rezultati një gjykimi që ke bërë mbi gjithçka. Hiqe gjykimin dhe dhimbja zhduket. Gjykimi shpesh bazohet në përvoja të mëparshme. Mendimi yt mbi diçka rrjedh nga një mendim i mëparshëm për atë gjë. Ai mendimi i mëparshëm rrjedh nga tjetër edhe më i hershëm. Dhe ky nga një tjetër dhe kështu me radhë, si tullat e një ndërtese, derisa të ktheheni pas deri në fund në sallën e pasqyrave, në atë që unë e quaj mendimi i parë. Çdo mendim është krijues, dhe asnjë mendim nuk është më i fuqishëm se mendimi origjinal. Kjo është arsyeja sepse ndonjëherë ai quhet edhe mëkati origjinal. Mëkati origjinal, pra ai fillestar, ndodh kur mendimi yt i parë mbi diçka është i gabuar. Ky gabim përsëritet dhe shtohet atëherë kur mendimin e dytë, të tretë dhe të tjerat që vijnë më pas janë për të njëjtën çështje. Është detyra e shpirtit të shenjtë që t'ju frymëzoj, t'ju inkurajoj drejt kuptimeve të reja, të cilat mund të çlirojnë nga gabimet tuaja. Po thua që nuk duhet të ndjej keqardhje për fëmijët e uritur në Afrikë, dhunën dhe padrejtësinë në Amerikë, apo tërmetet që vrasin qindra njerëz në Brazil? Në botën e Zotit nuk ekziston duhet apo nuk duhet. Bëj atë që dëshiron të bësh. Bëj atë që të pasqyron ty. Atë që të përfaqëson ty. Atë që të riprezenton si një version më madhështor të vetes tënde, të unit tënd. Nëse dëshiron të ndihesh keq, ndihu keq. Por mos gjyko dhe mos dëno. Sepse as ti dhe as njëri nga ju nuk e di pse ndodh diçka, dhe as për çfarë qëllimi ndodh. Dhe mbaje mend këtë. Ajo që dënon, do të dënoj ty. Dhe atë që gjykon, një ditë do ta përjetosh vetë. Në vend të kësaj, më mirë, përpiquni të ndryshoni ato gjëra, ose të mbështesni ata që po i ndryshojnë. Ato që nuk pasqyrojnë më ndjenjën tuaj më të lartë të asaj se kush jeni ju. Megjithatë, bekoni gjithçka nëpërmjet jetës që jetoni, sepse gjithçka është krijim i Zotit. Dhe kjo jetë që jetoni është krijimi më i lartë. A mund të ndalojmë këtu për një moment dhe të marr frymë? A dëgjova mirë që the se nuk ka duhet apo nuk duhet në botën e Zotit? Kjo është shumë e saktë dhe e vërtetë. Si mund të jetë e mundur kjo? Nëse në botën tënde nuk ekzistojnë duhet dhe nuk duhet, atëherë ku tjetër do të ekzistonin? Në të vërtetë ku? E po përsëris pyetjen. Nëse nuk gjenden në botën tënde, ku tjetër do të shfaqeshin? Pra, ku tjetër mund të ekzistojnë duhet dhe nuk duhet? Në imagjinatën tuaj. Por ata që më kanë mësuar gjithçka rreth të drejtave dhe gabimeve, të mirave dhe të këqijave, ato që janë të panevojshme dhe të nevojshme, rreth asaj që duhet dhe nuk duhet bërë,
Më kanë thënë se të gjitha këto rregulla janë vendosur nga ti, nga Zoti. Atëherë, ata që ju mësuan gabuan. Unë kur nuk kam vendosur. Nuk kam caktuar një të drejtë apo një të gabuar. Një bëje apo një mos e bëj. Të bëja këtë, do të thoshte që t'ju privoja plotësisht nga dhurata juaj më e madhe. Mundësia për të vepruar si të doni dhe për të përjetësuar pasojat e asaj zgjedhjeje. Mundësia për të krijuar veten sërish, sipas imazhit dhe ngjashmërisë së asaj që ju me të vërtet jeni. Hapësira për të ndërtuar një realitet gjithnjë dhe më të lartë, bazuar në idenë më madhështore që keni për aftësitë tuaja. Të thuash se diçka, një mendim, një fjalë, një veprim, është gabim, do të ishte njësoj sikur t'ju ndaloja ta bënit. T'ju ndaloja do të thotë që t'ju kufizoja. T'ju kufizoja do të thotë që t'ju amohoja realitetin e asaj që ju me të vërtet jeni. Atë t'ju ndalohet mundësia për ta krijuar dhe për ta përjetuar këtë të vërtet. Ka njerëz që thonë se unë ju kam dhënë vullnet të lirë, por po të njëjtit njerëz pretendojnë se nëse nuk më bindeni mua, unë do t'ju dërgoj në ferr. Çfarë lloj vullneti I lirë është ky? A nuk të duket si një tallje me Zotin? Edhe për të mos thënë që shkatërron çdo lloj marrëdhënie të vërtet mes nesh? E po mirë. Tani po hym në një tjetër temë që doja të diskutoja. Dhe ajo ka të bëjë me gjithë këtë çështje të parajsës dhe ferrit. Nga sa po kuptoj këtu, ferri nuk ekziston. Ekziston ferri, por ai nuk është ashtu siç e mendoni. Edhe nuk e përjetoni për arsye që ju kanë dhënë. Çfarë është ferri? Ferri është përvoja e rezultatit më të keq të mundshëm të zgjedhjeve, mendimeve dhe krijimeve tuaja. Është pasoja e natyrshme e çdo mendimi që më mohon mua. Ose I thot jo atij që ti je në marrëdhënie me mua. Është dhimbja që vuan nga mendimi I gabuar. Megjithatë, edhe termi mendim I gabuar është një emër I gabuar, sepse nuk ekziston një gjë e tillë si ajo që është e gabuar. Ferri është e kundërta e gëzimit. Është e paplotësuar. Është të dish se kush dhe çfarë je, dhe të mos e përjetosh këtë. Por tregohet më pak. Ky është ferri, dhe nuk ka asnjë më të madh për shpirtin tuaj. Por ferri nuk ekziston si ky vend që ju keni fantazuar, ku digjeni në ndonjë zjarr të përjetshëm, ose që ekziston në ndonjë gjendje mundimi të përjetshëm. Çfarë qëllimi mund të kem në këtë? Edhe sikur të mbaja mendimin jashtëzakonisht të parëndësishëm se ti nuk e meriton qiellin, pse do të kisha nevojë të kërkoja një lloj hakmarrjeje apo ndëshkimi për dështimin tënd? A nuk do të ishte një çështje thjesht për mua vetëm të disponoja? Cila pjesë hakmarrëse e imja do të kërkonte që unë t'ju nënshtroj vuajtjet e përjetshme të një lloji dhe në një nivel për tepër shkrimit? Nëse përgjigjeni nevoja për drejtësi, a nuk do t'i shërbente skajeve të drejtësisë një mohim I thjesht I bashkimit me mua në qiell? A kërkohet edhe mos përfillja e pafundit e dhimbjes? Unë ju them se nuk ka një përvojë të tillë pas vdekjes,
ashtu si që keni ndërtuar në teologjin tuaj të bazuar në frikë. Megjithatë, ka një përvojë të shpirtit kaq të palumtur, kaq të paplot, aq më pak se të tërë, aq të ndar nga gëzimi më i madh i Perëndis, sa që për shpirtin tënd ky do të ishte ferri. Por unë po ju them se nuk ju dërgoj atje dhe as nuk bëj që kjo përvojë të vizitohet mbi ju. Ti vet e krijon përvojën, kur do dhe si do që të ndash veten tënde nga mendimi yt më i lartë për ty. Ti vet e krijon përvojën, sa herë që mohon veten tënde. Sa herë që e refuzon kush dhe çfarë je në të vërtetë. Megjithatë, edhe kjo përvojë nuk është kurrë e përjetshme. Nuk mund të jetë. Sepse nuk është plani im që ju të ndajni nga unë përgjithmonë dhe përgjithmonë. Në të vërtetë, një gjë e tillë është e pamundur. Sepse për të arritur një ngjarje të tillë, jo vetëm që do të duhej të mohoje se kush je, por do të më duhej që edhe unë ta bëja këtë. Dhe këtë nuk do ta bëj kurrë. Dhe për sa kohë që njëri prej nesh mban të vërtetën për ju, e vërteta rreth jush do të mbizotroj pafundësisht. Por nëse nuk ka ferr, a do të thotë kjo se mund të bëj atë që dua, të veproj si të dua, të kryej ndonjë veprim pa pasur frikë nga shpagimi? A ke frikë se mos ke nevojë që të jesh, të bësh dhe të kesh atë që është e drejtë në mënyrë instrikte? A duhet të kërcënohesh që të jesh i mirë? Dhe çfarë është të jesh i mirë? Kush mund të ketë fjalën e fundit për këtë? Kush i përcakton udhëzimet? Kush i bën rregullat? Unë po ju them këtë. Ju jeni vetë sunduesi juaj. Edhe ju vendosni se sa mirë keni bërë. Edhe sa mirë jeni duke bërë. Sepse jeni ju, je ti, ai që ke vendosur se kush dhe çfarë je në të vërtetë, edhe se kush dëshiron të jesh. Edhe ti je i vetmi që mund të vlerësosh se sa mirë je duke e bërë. Askush tjetër nuk mund të gjykoj kurrë, sepse, pse dhe si. A mund të gjykoj Perëndia vetë krijimin e Perëndis dhe ta quajë atë të keqe? Nëse do të doja që ti të ishe dhe të bëje gjithçka në mënyrë të përsosur, do të kisha lënë në gjendjen e përsosmërisë totale atëherë kur erdhe. E gjithë çështja e procesit ishte që ju të zbulonit veten, të krijonit veten tuaj siç jeni me të vërtetë, edhe ashtu siç dëshironi vërtet të jeni. Megjithatë, nuk mund të ishte kështu, po të mos kishte edhe një zgjidhje për të qenë diçka tjetër. A duhet pra t'ju ndërshkoj që keni bërë një zgjedhje që unë vetë e kam vënë para jush? Nëse nuk do të doja që ju të bënit zgjedhjen e dytë, pse do ta krijoja atë përveç se të parit? Kjo është një pyetje që duhet t'i bësh vetes përpara se të më caktosh mua rolin e një perëndie që dënon. Përgjigjja e drejtë për drejtë e pyetjes është: po. Ju mund të bëni si të doni pa pasur frikë nga shpagimi. Megjithatë, mund t'ju shërbej të jeni të vetëdijshëm për pasojat. Pasojat janë rezultatet. Rezultatet natyrore. Këto nuk janë as pak të njëjta me shpagimet ose ndëshkimet. Përfundimet janë thjesht këto. Ato janë ato që vijnë nga zbatimi natyror i ligjeve natyrore.
Ato janë ato që ndodhin në mënyrë krejt të paparashikueshme si pasojë e asaj që ka ndodhur. Të gjitha funksionet e jetës fizike në përputhje me ligjet natyrore. Pasi ti kujtosh këtë ligje, edhe ti zbatosh, e ke zotëruar jetën në nivelin fizik. Ajo që të duket si ndëshkim, ose ajo që do ta quaje e keqe ose fati keq, nuk është gjë tjetër veç se një ligj natyror që pohon veten. Atëherë, nëse do t'i njihja këto ligje dhe do t'u bindesha, nuk do të kisha më kurrë asnjë çast të lashesh? Këtë po më thua? Nuk do ta përjetoje kurrë veten tënde si të ishe në atë që e quan telashe. Nuk do të kuptoje se çdo situatë jetësore ishte një problem. Nuk do të hasje asnjë rrethan me frikë. Do t'jepje fund çdo shqetësimi, dyshimi dhe frike. Ju do të jetonet ashtu siç fantazoni Adamin dhe Evën, që jetuan jo si frymëra të mishëruara në sferën e absolutes, por si frymëra të mishëruar në sferën e të afërmit. Megjithatë, do të kishe gjithë lirinë, gjithë gëzimin, gjithë paqen dhe gjithë mençurinë, kuptueshmërinë dhe fuqinë e frymës që je. Do të ishe një qenie plotësisht e realizuar. Ky është qëllimi i shpirtit tënd. Ky është qëllimi i tij. Që të realizohet plotësisht kur është në trup, për të bërë mishërimi i gjithçkaje që është në të vërtetë. Ky është plani im për ty. Ky është ideali im. Që unë të realizohem nëpërmjet teje. Kështu, koncepti shndërrohet në përvojë, që ta njoh veten time në mënyrë eksperiencale. Ligjet e universit janë ligjet që unë kam parashtruar. Ato janë ligje të përsosura. A keni parë ndonjëherë diçka më të përsosur se sa një flokë bore? Kompleksiteti i saj, dizajni, simetria, përputhshmëria me veten dhe origjinaliteti nga të gjitha të tjerat, të gjitha janë një mister. Çuditesh me mrekullinë e kësaj shfaqjeje të mrekullueshme të natyrës. Megjithatë, nëse mund të bëj këtë me një floshkë të bore të vetme, çfarë mendon se mund të bëj me universin? Po të shije simetrinë e saj, përsosmërinë e dizajnit të saj, që nga trupi më i madh dhe deri te grimca më e vogël, nuk do të ishe në gjendje ta mbaje të vërtetën e saj në realitetin tënd. Dhe tani, ndërsa e sheh, nuk mund t'i imagjinosh apo t'i kuptosh ende pasojat e saj. Megjithatë, mund ta dini se ka pasoja shumë më komplekse dhe shumë më të jashtëzakonshme se sa mund të përfaqësoj kuptueshmëria juaj e tanishme. Shakespeare juaj e tha për mrekulli. Ka gjëra shumë më shumë në qiell dhe në tokë, në krahasim me atë që janë ëndërruar në filozofinë tuaj.